ardha nga e keqja, s'kisha ku të veja. Shumë kek në lagështir, fëmijët i kam shuar te mami, ku ti lë këtu, në shesh pas trehin pa gjë. Unë 200.000 lekë që marrë nga zyre punës, falenderit e zyrës të punës që më ndihmon me 200.000 lekë, po unë marrë së mbarë kontratën, ku të futen? Frigoriferin e kam bosh, fëmijët i kam dërguar te mami, ku ti lë këtu, i kam azmatik fëmijët. Për vete jam asë në qira asë në tokë, dritat 2 muaj pa paguar, qiraja 2 muaj pa paguar, ama po më të shumë në telefon, shtu bëjmë. Falenderit bashkisë që edhe kur më kanë ndihmuar, kur kam pas ndihma, më kanë ndihmuar, më kanë bërë, po më dua një sërri të fut kokën, asnjë gjë më tepër. Asnjë gjë më tepër. Dua një shtëpi që unë të kem banesën time, që të kem me fëmijët. Shish kushet si janë. Ka pasur shumë keq. Gjendja është shumë keq. E zonja qires e shtëpisë më kërkon 120.000 lekë, edhe urdhon, ja, dhe dritat. Se ç'bëhet. S'ka shumë, jam në gjendje shumë, me 200.000 lekë ç'o bëjmë? Ta ha të paguaj qiraha, të mbaj fëmijët, rrof të motra dhe vëllai që më ban fëmijët lart. Mama ja është për vete së mur, edhe s'kam, a pa bërkraje, pa gjë, as në tokë, as në qiell. Dua të kem një banesën time, asnjë gjë më tepër. Që edhe fëmijët e mi të jenë të lumtur edhe të ashtu. Po edhe bashkia, falenderit shumë, të shikoj të vëj dorë në bashkia, po sa ka pat mundësi, drejtoresha Eni më kanë ndihmuar me ushqime me këto. Tani me 200.000 lekë ç'o bëjmë? Është një gjë logjike. Lagështia këtu, qiran pa paguar, drita pa paguar, si shikon janë, ikin e i presin i bëjnë, jam as në tokë, as në qiell. Jam shumë keq. Jam në gjendje me 200.000 lekë që marr unë, ç'o bëj? Do ashtu fëmijët, i kam çuar fëmijët tek mami për arsye sepse me këto kushte ku do rinë. Shikon se ç'bëhet. Se ç'bëhet. U garantoj sa tani i kam dërguar fëmijët rrof gjitonë që më ndihmojnë, po sa më ndihmojnë dhe gjitonë. Do rrobat i laj me duar, lavatrisha nga nxjerr jashtë për hekura.